أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذا العظيمة إتاكوين بدم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرغ محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Zotit Xhellahu Ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Meqense jemi në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, kam përzgjedhur sot që para namazit të xumës ta trajtoj një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili hadith ka të bëjë me këtë çështje, i cili hadith na mëson se si duhet të trajtohet dunjaja, pra duhet të trajtohet si mjet për ta fituar ahiretin, për të fituar gjërat e çmuara, e nuk duhet të trajtohet dunjaja si qëllim. Shkolla, dituria, profesioni, suksesi material, biznisi nuk janë të qërtuara në bazë. Problemi qëndron se ato bëhen të qërtuara kur e largojnë njeriu nga rruga Allahut Azza wa Jall, kur e largojnë njeriu nga qëllimi final i ardhjes së njeriu në këtë dunja. Ai qëllim është وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, nuk I kam krijuar njerëzit dhe gjinët për tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Pra kam përzgjedh hadithin të cilin transmeton Ebu Hurajra dhe ka shënuar Tirmidhiu në sunenin e tij dhe Ibn Majah se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë ad-dunya mal'unatun, dunjaja është e mallkuar, wa mal'unun ma fiha, dhe mallkuar është gjithë shka gjendet në të në dunja, illa dhikrallahi wa ma wala, përveç se përmenjës e Allahut dhe asaj që është e ngjajshme me të, që lidhet me të, ose që e donë Zoti Xhellahu Ala, ose wa aliman au mutaalliman, dietare dhe nxënësit e diturisë. Fjala pejgamberit alayhis salatu wasalam, mel'une, nuk do thotë që këto gjëra, shkolla, puna, biznisi, pra janë të mallkuara, mirë po bëhen të pavlera. Atëherë kur njeriu vrapon pas dinarit, dirhemit, edhe e harron Zotin, ja kthen shpindën Zotit, e harron namazin, harron punën e mirë, harron sadekan, zakatin, Ramazanin, duke u arsyetuar që unë jam antari kryesori familjes, duna mu shkollu, duna me punu, duna me sjell rizkun, s'kam vakt unë mu fal, nuk kam vakt me agjëru, me fal taravia, se mu e marrë që tonë Zotë se puna është fars, është të vërtet puna është obligim, mirë po, qëllimi final i ardhjes në këtë dunja, është adhurimi i Allahut Azza wa Jall. Pra çdo gjë që ka vlerë dhe I ka dhënë vlerë feja, momentin që nuk harrohet Zoti, automatikisht kur ato gjëra me vlerë bëhen sebeb mu harru Allahu Azza wa Jall, bëhen të pavlera në kantarin e fesë Zotit Xhellahu Ala. Fillimi I shkollës dhe I vitit të ri shkollor duhet me qenë hapi praktik, pra I kërkimit të dijes dhe nisjes drejt rrugtimit të diturisë. Për atë arsye, shpesher I porosisim nxënësat dhe fëmijët tonë se nuk duhet me pa nxënësi shkollën vetëm si vend ku mirret nota, vetëm si vend ku mirret diploma, ose vetëm se ka met obligim me u kry shkollimi mesëm, s'po kom qare pa shku, hajt shkoj ta kry, ose dikush pi nxënësve shfrytëzon shkollën si arsye me dal nga shtëpia, me ja marrë disa të holla babës, nanës, vllaut madh, ose e gjenë si arsye që me shku në shkollë, me dalë me pi një kafe,
me lutë Sony PlayStation, me u izolu me shoqni, ose thjesht me shfry epshin dhe mos me u borgos në shtëpi. Andaj duhet me pa qartazi se cilat janë synimet e fëmijëve tanë dhe nxënësve tanë me rastin e fillimit të vitit shkollor. Duhet me kujtu atyre se dituria është amanet. Libra që ja blen prindi ose ndonjë bamirës janë amanet. Çanta që i blet është amanet. Bankët e shkollave janë amanet. Dyert dhe çdo gjë që është shkollë është amanet dhe duhet me rujt amanetin. Dhe normalisht duhet me tregu që dituria është nga amanetet më të mira që Allahu Azza wa Jall mundet me ia dhon dikujt prej nxënësve. Për atë arsye Zoti tha: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Pyeti ata se a janë të barabart ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Dhe ashtu Allahu tha: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat." Allahu i ngren e gradat larta ata që besuan nga mes juaj dhe ata të cilët ju ka dhënë dije, ata kanë grada të veçanta. Andaj, para se me shku fëmijët tanë në shkollë, me 1 shtator, 2 të marte në këtë vit shkollor, duhet patjetër që mi kallëzu e vladit shkon shkollë, je vetëm me ndru klasën, je vetëm me ndru kujdestarin, je vetëm me ndru profesorin, je vetëm me ndru atë dhe këtë, me ndru bankën, shokun e bankës, shkon shkollë, je vetëm që me ndru klasën. Vitin e kalun ke qenë klasën e 3, tash 4, ke qenë 5, 6. Mos tjetë e vladi jem, shkurja jote në shkollë, rutinë vetëm me i ndru klasët, vetëm me i kalu vitet, por le tjetë zhurja jote mëngjes nga gjumi për të shku në shkollë, me ndërtu vetën. Se çdo gjë që ndërtohet këtë dunja pa ushall, pa plan, pa dije, aja ka një fillim edhe ka një mbarim të shpejt. Andaj gjërat që ndërtohen me dituri, me sistem rregullash, kanë bazament. Për shembull, shtëpia që u bë pa plan ka dallim me ajo shtëpi që u bë me 1000 euro plan. Shtëpia që u bë me 1000 euro plan ka dallim që u bë me një arkitekt që paguhet 5000 euro, ka dallim. Që do thotë mos me qenë shkurja në shkollë e vladëve tanë thjesht rutinë, me kalu koha, dita, se ju mbo fëmija 2 muje, 20 dit, bajat në shtëpin thojza, në kam pengus, në kalon rahat, që përfillon shkolla, piqes mi pishpije, se astaghfirullah. Pra mi kallëzu e vlade që mos jetë rutin, shkurja në shkollë por tjetë sebeb që me ndurtu vetën, e vlade jem, mos jetë shkurja jote në shkollë, vetëm me marrë një diplom, se vitet shkojnë, me notat mira ose notat këqija në fund ki me marrë diplomën, por le tjetë shkurja jote në shkollë me marrë dije. Për shembull, ai i cili mëson vesh për diplom, pa flas pa intervenca, indikacione të jashtme, kur jem provimi pranues me hin gjimnaz ose në teknik çka ndodh, nxon që 8 vjet i ka pas këtë peshë. E ka pas gajle veç notën, ai kur ty jem provim pranues banki nuk dini mirë me shkrujt. Nuk e din asnjë detyrë matematik, si ka mundësi 8 vjet me qenë shembullor matematik, me qenë shembullor fizik, edhe me arë puna në provim pranues për 100 poeneve me marrë 10 poene. Ç'është të mundshme kjo? Se s'ka pas interes. Interesi ka qenë me mush provimin, me marrë 5 edhe ditën e mirë. Thjesht mësim rutinor. Ai i cili ka mësu, ai i cili ka pas dert, dijen, e ka pas dert se mas provimit apo moj mend diçka nga ajo që komun test apo jo, ai njeri e ka atë që ka arë qëllimi, për qëllim pra zënja dijes. Mi kallëzu e vladit, birjem, mos e zgjedh drejtimin vetëm se ka pare. Për shembull, të na shka i bojnë i nxisin të mija me shku mësusi. Pse mësusi së rri pa pare. I nxisin të mija me met elektriqari së rri pa pare, maniqar së rri pa pare. I nxisin të mija mu buhoq, pse arsye mu buhoq, se del diçka, së rri pa pare. I nxisin të mija këtë dhe atë. Mos janë ngulit të mijës hala klasën e 7, me bo me përgati çfarë fakulteti po merr, cili fakultet po do me shku Gjalian Vallone, po kom qef me shku filan fakultetin. Ma babo se ki fakultet s'ka pare.
Shko këtë fakultet se ki ka pare. Mos janë ngulit fëmijës, mi aprish njetin. Fëmija nuk ka shërë. Halas ka inë është ta mirë bëllyk, prej tash mi a gajlu parën, prej tash mi a gajlu punën. Lemra i lirë është taj. Pagajle është taj. Mësoja harmonin, mi po jo me andru drejtimi vetëm për shkak pasunis. Gjithashtu, mi a bo fëmijës me dije që përmes shkurjes në shkollë, ti e pasunon vetë vetën. Sa që shkon me gjlise, qipët pozita, vlera, e ndëron familjen, pastaj shoqërinë dhe umetin. Nga sa ai cili ka sukses në provime, ai cili ka sukses në gara, ai azbar ftyrën edhe vendit vetë, jo vetëm familjes, jo vetëm vetë vetës, po edhe vendit ku është jetu. Për shembull, antarët tonë, aspektin e dijes që kanë pas sukses, sot përmenden, promisha me pa me në vend, likov një razdekje, e po më tregon një haxhi tha, a keni filan profesorin mesin tuaj se ka qenë zhunisës ka dhomë mësim Gjilan? Unë se dysha ku ka dhomë mësim, katonare ku më pas për se ku më dit. Tha, shoka be emrin haxhi. Tha, e ka emrin e tha Nasar Mustafa, tha. Ba thash ka vdek, tha ku më pas shef marrë me vizitu. Tha, e ku më pas një profesor zhegër, ja përmene emrin edhe ati. Edhe a i kish dek, tha, më ka shku jymni s'ku mujt me vizitu. Për shkak se në ka mësu landën e kimisë, në ka mësu landën e biologjisë, formën dhe mënyrën më të një të mundshme. Andaj, a i t'jep krenari dhe tyje, që i ati vendit. A i t'azbarë ftyrën edhe tyje, se në sukses edhe në dështim këtë kina hise. Për shembull, mi dali katunarit tonë, mi zoj keq, aspektin e moralit, krejt katunit e bje hija keqe. A i njështë, a ma thonjë një zhunisës. Me konë një njeri sukseshëm ndijen, shkenës biznis, kejve në ipët një dritë e gjelbër. Edhe sarë që shkojmë dikun, i kajtë beje i zhunisës, të respektojnë. Ju e dini shumë ishin në gurbet. Se për shumë që ala ka ende vlezër nga gurbeti. Për para, mi thonë Gjermanit, Albana, ti ka puth durët balin, se ka diti shqiptari i robot është, ku të punoj e punon si robot. Sot mja përmend, s'po përmendi fjallë. Gërditet. Ku që ka vajt na, jo mërë si kimi vajt na, karo një karo. Në ka dhonë imash të keqë, në ka dhonë shijet keqe. Andaj, kujdes, se me gabim nuk e lëndon vesh vetën, e lëndon familjen. I jep hijet keqe të familjes, edhe jep keqe vendit ku jeton edhe shoqërisë dhe merë përgjësi pasaj edhe për ta para Allahut Azze o Gjell. Hadithin vërtet, nuk e kundërshton dunjan, por dunjan se jap vendin e vetë. Në Islam nuk ka diçka që s'dim ku me vendos. Çdo tull, çdo blok Islami ja ka dhënë vendin e vet. Për shembull, arkitekti që e ndërton një shtëpi, ose që xhamin ton, për me marrë këtë xhami me majt gjigante, nuk ish mujt me ne xhamia shtirë me 2 stupa, ose që pas stupa. Po arkitekti i meqëm e ka ndu stupin, edhe ka ditë ku me ndu. Edhe ka ditë se ku është pesha ma madhe. Mos me pas ndu, kish fash rrezik. Andaj, në këtë fe nuk ka du një tull që ndu gabim. Në këtë fe nuk ka du një tull që halas është ndu. Pejgamberi sa më tha, ardhja jeme si pejgamber, pas pejgamberve tjerë suku se një shtëpi që është ndërtu, edhe ka mbet në shtëpi edhe një tull më undu. E qaja tulla e fundit jëm une dhe nuk ka nevoj më për tullat të tjere sa e zhvula e gjithë pejgamberisë. Pra Islami në nëzit më bët dobishëm. Islami në nëzit me mësu, në stimulon me mësu, mirë po mos me bët dunjan, qëllimin final, parë dhe të fundit, por me bët dunjan mjetë. Une po mësoj se më si të desë mu maron puna jeme. Musliman se kanë kështu. Sa njeri i madh ka dek me pasuni, me pushtet, sa që ja përmeni njerëzit e mallkojnë. Sa njeri ka dek i pa martum, s'kalon e vlad mas vete kush bon doa për ta. Se ka njov gati kur kush, po kush ja ka rrit vlerën personaliteti i tij.
dituria ati. Sot njerëzit çojnë rahmet për Imam Nevawiun, ka jetu 33 vjet, ka jetu shumë. Ama ka qenë gjiganti i umetit. S'është martu, se s'ka pas vak mu martu të ngojt mas dijes. Ibn Taymija rahimahullah, hoxha i Islamit, s'u martu. Sot e madit njerëzit ku t'ja përmenin emrin thojnë, Allah e gradov shpirtin e ti me xhenet. Sa njeri lutu për te. Ti si xhamat nashta sa njef, ai tjetri si xhamat nashta sa njef, po sa në zonë ti dijes, Medine, në Mekë, në Kairo, në Damask, ku ka shkolla islame, edhe shkencore filozofike që përmendet emri Ibn Taymijës, çojnë rahmet për ta. Kush e ka bu me çu rahmet për ta? Vlera e dijes, dituria. Andaj Islami na thotë që nuk është synimi i shkurjes shkollë, veç me marrë rezultate, me marrë diploma, mu krenu para babës, nonës që e ku marrë pesë, por me marrë dije, me rujta dije, edhe me e fut në praktik jetën e përditshme. Dy gjëra që njeri nuk ngopet për to. E ato gjëra janë dhikri edhe dituria. Te dhikri bojnë pjesë Kur'ani, përmendja e Zotit. Thotë Ibn Taymija rahimahullah, dhikri përmendja e Allahut është për njeriu sikurse uji për peshkun. A ka mundësi peshku me jetu pa ujë, që ashtu edhe njeriu për dhikr? Andaj sarë që thahen buzët, thahet fyti, njeriu vrapon dhe merr ujë. Mirë po edhe zemra thahet, edhe zemra ndryshket, edhe zemrën e kaplon pluri. Dhe ai që largon pluhurin e zemrës, edhe ndryshkun është përmendja e Allahut Azza wa Jall. Dituria përfshin edhe dietarin, mësuesin, edhe nxënësin e diturisë. Andaj jo çdo mësues e ka talentin e vet. Jo çdo nxënës ka talent, mirë po kanë herë veçohet një profesor, kanë herë veçohet një mësues, kanë herë veçohet një nxënës, dhe kjo është normale. Sa Allahu i ka gradu njerëzit mbi të tjerët. Andaj nuk i ka bot njëjtë ndije, një inteligjencë. Dikujt i duhet me sakrifiku më shumë me mësu, me marrë një notë mirë. Ai tjetri mjafton pak me mësu dhe avancohet me një herë. Pra, kur ka mundësi dituria jote mu boj ibadet? Kur ti synon me fitu dije dobishme. Dije dobishme edhe zanat të dobishum. Përpara, nuk ja ka dhonë qikën dhondrit, nëse nuk i ka plotësu 3 kushte. Kushti i parë është ta ka kriju ushtrin, edhe ushtria ka qenë diturin veti. Kushti i dyta ka shkollë, kushti i treta ka zanat. Nëse si ka pas njërën prej këto 3 kushteve, ky njeri se ka maritu mu martu. As shpia se ka dasht. Dikush mundet me thonë, po kanë vetëm për ushtri. Ushtria s'është zanat. Ushtria nuk është dije. Unë se kom përjetu ushtrin, po me të mime e kom. Kur shkojsh ushtar, si pas asaj që e kanë kallëzu baballarët tonë, gjyshit tonë, e mëson kohën kur duhet muqu. Pse na sot kemi ka njerë defekt, jashtë atë gjunave që i kemi, edhe jashtë atë metave që i kemi njerëzore, ose problemeve sprova jetë, pse kemi na problem ka njerë trit muqu sava? Se si jemi eduku pin fillim. Me pas kriju ushtrin, automatikisht e kemi mësu këtë tërbije, jashtë a fesë. Andaj a qenë nga ushtria dije, ka ushtria dije. E dyta, ku t'jesh ushtar, e ki kohën kur me flejt. Ai që e ka kriju ushtrin, kur ka shku në studime, s'ka pas problem mu qu me shumë shkollë. Pse? Ora 10 që unë fik dritët, s'po mërë gjumi, që ashtu keme nejnë si hut, s'ka me kall dritën. Ushtare ki pas kohën kur mu qu me ungër bukë. Sot, nipi ha bukura 11. Baba gje hora 7 gjysë sapale. Nena në 8. Nona ha ora 10. Baba 9, motra 9 gjysë. 16 herë shtrohet sofra në shpi. A pejgamberi ka thonë el barakatu ma'al jamaa. Bereqet është me xhamat. Tana e hoka uaj s'po di mungi. S'po na dalin 6 bukë. Mara 10 kanë me dalë. Ka u bereqeti. Pejgamberi më tha, ka thonën, ushqimi 2 vetave kur hajnë bashk i mjafton 4 vetave. Ata që hajnë 4, 8 veta.
Jashta me bu bismillah. Do të më unë me xhamat, më mësu, me të pa e vladë të bu bismillah. Ne jemi njerëz harojmë. Për të arsye, me fitu diturit të dobishme, bëhet ibadet, hapi jot që e qëtë, hargjimi jot, djersa jote. Pastaj ushtarë, ki mësu me ndreq krevetin. Ki shku ushtarë, ama se ki ndreq krevetin, i ki bëhet 3 kleka. Sot, gruja 7 zanë, 9 muj, gruja kohën e lehunis, burri i desh pijamat, e len krevetin pa e ndreq, i gjunë teshët, edhe nuk i ndimon grus. Pse? E prishi burnin. Po që ditë nga ma ata që kanë kry ushtrin, se me neve që jena mësu me jetu shavel, s'po që ditë nga. Po ju që e keni kry ushtrin. Gruja duhet me drejtu krevetin, pa që e ushtar, kushte ka drejtu? Ose për shembull i thu nenas, ndresh ma krevetin o i nen, ose o i non, ose qetrit, sakata. Jo këtu jënë të forta, ma sakata në punë. Andaj ushtria dhe kryja ushtris ka qenë dijen veti edhe ka qenë zanot veti. Për atë arsye kur e kanë vetë, a kish kry baj gjalli ushtrin që po ma lip qikën, po, ja kanë dhonë qikën me 2 dur. Se kanë thonë a i dhja di vlerën qikës, ja di hekën vlerës, a i din me qu krevetin, a i din kur me flet, a i din që duhet me punu, a i din kur me ongër buk, din kur me këtë të shpia. E tana nëse ka kry zanat, bere qatë vërsën, nëse ka kry shkollë, hala ma mirë, alhamdulillah. E dyta, me kry diturin me shkurby njerëzve. Se pejgamberi më ka thonë, njeri më i mirë është ai i cili është i dobishëm për njerëzit. Me mësu njerëzit, me ja hek një gajle njerëzve, me ja mësu ati atë që nuk e din, me ja mësu rrugën dikujt, me ja mësu punën. Ka hini profesor i ri, s'di me përdor ditaren elektronik, s'di me rendit mësime, s'di ato, s'di këtë, unë e di heskut e une. Ako është koha paguhet, unë e di që paguhet koha, po ka njerë du punë duhet mi bo për Allah. Me qenë shërbim njerëzve. Se vapët për në Zotë, ka thonë pejgamberi selam, ma e dashur për mua është mi a kry një punë vllavit tanë, me shku me to, për mas mi shku, zhag, mi ndimu me kry një punë, mi kallëzu që shkryt puna, se sa me nejt në xhamin teme, një muj një tikaf. Shabon njeri në xhami, ngret e sbe, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, se vapë. Shabon njeri në xhami, rrim abdes, shabon në xhami, bojnë doa me lachet, për ato që në xhami. Qysh me shku me një njeri, mi kallëzu ku është mjeshtri i mirë i kjerrit, me shku një njeri me ndreq orarin, me shku taj qetri, ko ka ma se vapë se me nejt një muj në xhamia, po, ma se vapë është. Na ka kallëzu Islami që s'kena arë mu mshel xhami, kena arë me jetu bashk, se Allah në ka kriju krijesë sociale, na nuk mujmë pa njëri tjetrin. Shoqënohu me njerëz, rri me njerëz, des dikush shkon të pame, des dikush shkon vorrim. Pastaj m'diq gruja ka hoq, m'diq hala, m'diq kjo, pak pat në vorrim, s'po vi njerëzit pame, kur s'po vjen më ma qelë vorrin, normal mëre. Po tu jetua, a me neve jeja, s'kemi pa valla. Po jam unë s'jem pak i urt, njerëzit po nguqen, s'po du me nejt. Ka thonë pejgamberi selam, ai i cili përzihet me njerëzit, nuk izolohet, është më i mirë se ai i cili izolohet. Pra përzihet, i dëron fjalë, duke qenë nguq ka nesh, ka më bosh dhimina. Më i mirë se ai i cili thotë valla, s'po përzina me njerëz, po rri veti. Ama tana kime dek vet? Tana ka ta fal xhenazën 6 vet? Tana ka marrë pa më vet? Si ka fajt njerëzit, ti i ki fajt. Për të arsye, shko me njerëz, ndihmoj njerëzve. Se kanë ere me dikuna 5 minuta që i shkon me ndihmu, ka mundësi mu bo sebeb me fitu xhenetin e Allahut azza wa xal. Gjithashtu me marr dije, me mbrojt veten dhe familjen nga nevoja dhe me përdor diturin për të mirën e familjes, për të mirën e shoqërisë. Dhe kjo nuk është për një natë, për një javë, po shkon merr kohë. Për shembull, nonat tona që i kanë kryer 4 vjet shkollë, po flas që ka mësu hakikat. Sot e merr nonën, edhe ta din tabelën e shumëzimit, nona 70 vjet, 65 vjet. Ti din thysat, ti din ekuacionet, ti din shumëzimin, edhe ti bon detyrët pa ku një fa probleme, pa një thirrën kom. Po flas ato që janë pak leta. E merr një gjallë që ka kryer gjimnazin para 10 vjetëve, para 5 vjetëve,
e merr telefonin 7-8 sa bujnë. Allahu Akbar. Nona që sa ka kri 4 vjetë shkollë, që 50 vjetë, ose ai që 45 vjetë. Ti be djallë që sa ki kry gjimnazin, teknikën, që 4 vjetë ka hoqë. Që shmëra tjetër e shtasë me ti la ilaha illallah. Po kun kalu me tresh, po tabela shumë zinit s'do no tresh 5, krye du të me pas. Du të me ditë për shka kish në shkollë. Sot ta krynë doktoraturën, a jeni të e po që në mush doktor shkenca, plot sot. Magistra, pakasi që e meritojnë. Mirit bone dalimit, ka thonë, situatat e gjenja se, shfa situatat e gjenja jemi na si musliman. Andaj duhet me pas dert, me vedisu fëmija tonë, me i tregu edhe arsyen, se për shka duhet me uqu sabale me shku në shkollë, për shka duhet me rrugë qantën, pse duhet me mësu, se ata s'din, ata ndikohen qka i shërmon interneti, qka i shërmon sokaki, shoqënia kështë më radhë. Sidomos që ke koha Covidit, e shpartaloj që varion Firezanin, e shpartaloj gjenjën e shoqërisë, shumë aspekte, vizitat, dituria, edhe shumë gjërave që i kishmi me vlerë, ja humbon vlerën. Andaj, kur shkuarja në shkollë, nga nxënësi, bëhet me qëllimin me largu ignorancën, me u pajis me dije, me në pa hajrin shoqëria në të armën, ky shkollim merr kahje pozitive, edhe merr kahje të lavdruar dhe e kënaq Zotin, edhe shkurja e këtij fëmijës në shkollë pastaj është ibadet në veti. Pra duhet me ditë në jetën qëllimin, edhe duhet me ditë, do thot, dobin. Nga se çdo informacion sot nuk është i dobishëm. Ma shumë sot kemi informacione se sot kalumën, na pedim. Mirë po ka informacione që na ngarkojmë psikikisht, s'na kryjmë punë. Ka informacione që na dëmtojnë. Ka informacione që janë të prisë teknologjike, ka informacione që s'na vynë. Çka po na vynë neve? Informacione pozitive, të cilat na ndërtojnë ndërgjegje, na japin privilegj, na rregullojnë statusin, na mësojnë neve se ku e kemi vendin. Andaj, mos e qitë një fëmija për shpijes me shku në shkollë, veç hajtë se ka arë kua me shku në shkollë. Mos e edukoj e vladi me shku në shkollë, po duhet me në klase profesori s'po hallaf, po e shëndon mungesa. Mos e thuj fëmijës, babun e kima zveti, mos që tutë kërkuna në shkollë. Moni, i morën qa fëmija. Mos e thuj fëmijës, jetë gjysë maturanti, tash mujtësh me qitë pak në lerë. Klasa 8 është vendimtare. A ki me shku në gjimnazë teknik, a ki me shku në mjekësi, a ki me shku aty. Klasa 8 ndërton personitet, na të kundër të nebojnë. 5, 6, 7 fëmija shumë mirë është klasën e 8 e ka lëshu në lerë. Pasha Allahin e profesor pupin pozit kjeqe, vallaj pupin pozit kjeqe. 5 matematik klasën e 5, 5, 6, 5, 7, klasën e 8, kejtë hartimet i men 1 plus 2 minus. A është be këthmija, së është këthmi? E ke shkatru e vladin. Fëmija si të ndije që baba i thot, e ki babon mas veti, s'ka qare pa ta qitë profesori 5, s'ka qare kujdesari pa t'i fshi mungjeset, na vetë vejnë akon fëmi, pasha Allah i në dhoni më kënë zancë. E di që në zancë, që ki jo më dhe une, pi juve jo, e di që në zancë i këzohet kërë profesori s'ka arë, kërë profesori mungon, kërë profesori është i lijet nota, këzohet. Na kër i kena përjetu këto punë, edhe kimi gabu këto punë, mos t'i lojmë e vladët tonë me gabu. E vladët tonë janë margaritari jonë, janë armëria e shoqërisë tonë. Nëse donë me ditë, ka e kam sy ki popull, shikoje a vinë me vullnet fëmija në shkollë, shikoje a kanë vullnet me dëgju mësusin, shikoje a respektojnë librën, a respektojnë profesorin. Mi kalzum në zancit, që edhe libra matematikës nëse nuk shkruan mrena Allah, nëse nuk shkruan mrena Bismillah, është dije, është e beku me shejt, duesh me rujt, edhe duesh me respektu. E lo Zotin që tjetë kë fillim i mbarë dhe i hajët e vitit shkollor, e lo Zotin që na bëj diturim të dashur në mesin e shoqërisë tonë, qoftë nxënësve apo edhe mësuesve. Zoti i bekoft të rinj tanë, a e di mas miru, alhamdulillahi rabbil alamin.